8 të akuzuar, prej tyre 4 zyrtar komunal Prizrenas, përfshirë 2 drejtar drejtorish, sipas akt akuzës ngarkohen se duke falsifikuar proces verbale, kanë shitur disa automjete të konfiskuara nga komuna, me vlerë më të vogël se sa vlera e tyre reale, duke dëmtuar kështu komunën. Seanca gjyqësore e së premtes ndaj zyrtarëve komunal të Prizrenit filloi me vonesë, për shkak se i akuzuari kryesor Hasan Hasani erdhi 15 minuta pas nisjes së seancës, duke dhënë arsyetimin se nga vapa e madhe nuk ishte mundur të vijë me kohë. Prokurori i rasit Mehdi Sefa, edhe pse ishte në pushim vjetor, nga pushimi kishte ardhur për të përfaqësuar këtë rast, si sta ai, vetëm për të mos e ndërprerë kontinuitetin e gjykimit. Mirë po nga ana tjetër, 3 dëshmitarë të ftuar nga gjykata nuk prezantuan fare në gjykim, dhe për mosardhjen e tyre nuk e njoftuan fare gjykatën. Prokurori Sefa tha se për prokurorinë këta dëshmitar janë shumë të rëndësishëm. Andaj kërkojnë nga gjykata që të urdhërojë sjelljen e tyre me dhunë nga policia. Mbrojtja kundërshtoi propozimin e prokurorit dhe kërkoi që të lexohen vetëm deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në prokurori. Sërish reagoi prokurori që këta dëshmitar të ftohen dhe të mos lejohet që të injorojnë ftesën e gjykatës. Prokurori i përmendi trupit gjykues rastin e veçimit të procedurës nga seanca e kaluar ndaj të akuzuarit Islam Morina, për çka prokurori ishte kundër këtij veçimi. Mirë po që trupi gjykues vendosi që të veçoj procedurën. Kryetare, herën e kaluar kemi bërë veçimin e procedurës për Islam Morinën, me arsyetimin se ai gjendet në shërim në SBA. Mirë po unë po ju them se të nesërmen atë të pandehur e kam parë në qytet duke pirë kafe. Nuk është ai në SBA, tha prokurori Sefa. Pas shumë replikave, trupi gjykues vendosi që të lëshohet urdhëresë në polici ndaj dëshmitarit Sedat Hoxha, pasi që ai ka pranuar ftesën dhe nuk e ka arsyetuar mosardhje në gjykatë, ndërsa për 2 dëshmitarë tjerë Sefedin Krasniqi dhe Nusret Morina, gjykata përsëriti ftesat për faktin se ata sipas informatave të gjykatës kishin ndërruar adresat e banimit. Në këtë seancë gjyqësore, përveç sinjorimit të gjykatës nga ana e dëshmitarëve, njëri nga të pranishmit në publik që ishte miku i njërit nga të akuzuarit, hyri në gjykatë me pantallona të shkurtër, gjë e cila është e ndaluar sipas rregullave të gjykatës. Më 25 korrik të vitit të kaluar, gazeta Jeta në Kosovë raportoi për ndalesën e gjykatës së Qarkut në Prizren, me të cilën kishte vendosur të tregoj stafit të saj dhe qytetarëve se çfarë nuk mund të vishet në ambientin e punës së gjykatave. Seanca e radhës për zyrtarët komunal të Prizrenit do të mbahet me 12 korrik 2013.